Një ngjarje tragjike ka ndodhur pas ditën e së hënës në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, ku një grua ka humbur jetën papritur brenda lokalit Proper Pizza. Sipas burimeve të sinjalit, viktima është identifikuar si Filloreta Sabri Çitaku, rreth 42 vjeçare, e cila gjatë qëndrimit në lokal ka pësuar për keqësim të menjëhershëm të gjendjes shëndetësore. Stafi i lokalit ka njoftuar menjëherë emergjencën, ku ekipi mjekësor ka ndërhyrë për t'i ofruar ndihmën e parë, por pavarësisht përpjekjeve, gruaja ka ndëruar jetë pak çaste pas mbërritjes në QKUK. Bashkëshorti i së ndjerës, Valdet Berisha, ka njoftuar se detajet lidhur me ceremoninë e varrimit do të bëhen të ditura në kohën e duhur. Ai ka shprehur dhimbjen dhe pikollimin e thellë për humbjen e bashkëshortes së tij, duke falendëruar të gjithë ata që do të qëndrojnë pranë familjes në këto momente të vështira. Në koordinim me prokurorinë e shtetit, janë ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale dhe trupi i pajetë është dërguar në mjekësinë ligjore për obduksion, me qëllim që të përcaktohet shkaku i saktë i vdekjes. Autoritetet kanë konfirmuar se hetimet janë në zhvillim për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë që ka tronditur qytetarët në zemër të kryeqytetit. Misioni i NATO-s në Kosovë i ka thënë të hënën në Radio Europa e Lirë se është në dieni rreth njoftimit të policisë së Kosovës se një serb i Kosovës dyshohet të jetë plagosur dhe rrëmbyer nga Xhandarmeria e Serbisë brenda territorit të Kosovës, mirë po situata e sigurisë në vijën kufitare administrative është e qetë. Policia e Kosovës ka nisur hetimet të vazhdon të jetë në kontakt të ngushtë me disa entitete përfshirë KFOR-in. Policia e Kosovës ka koordinuar aktivitetet e veta në anën kosovare të vijës kufitare administrative me KFOR-in. Është në përgjigje në këtij misioni, autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar të hënën Serbinë për cënim të integritetit territorial të Kosovës, pasi policia e Kosovës ka bërë të ditur se më 1 nëntor ka pranuar informacione se në zonën e Lebosavicit, një shtetas i Kosovës i nacionalitetit serb, me iniciale MV, dyshohet se është plagosur dhe është rrëmbyer nga Xhandarmeria serbe. Në anën tjetër, autoritetet në Serbi nuk janë deklaruar rreth këtij rasti. Sipas njoftimit të policisë, vendi i ngjarjes ku raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës siç quhet .0, në afërsi të zonës së Leposavicit, qytet në veri të vendit i banuar me shumicë serbe. Sipas këtij institucioni, policia e Kosovës ka bashkëpunuar me misionin e NATO-s në Kosovë KFOR-in si përgjegjës për zonën në brezin kufitar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se bota demokratike duhet të reagojë e t'i ndalojë këto sulme të Serbisë. Sipas saj, kjo është edhe një dëshmi shtesë e qasjes së saj hegemoniste, ku çdo qytetar që guxon të flasë të vërtetën rreth regjimit autokratik të Vučićit, sulmohet dhe torturohet në mënyrë më barbare të mundshme. Ministri në detyrë i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Zvecla, ka thënë se ky veprim është pjesë e politikave të Serbisë për frikësim dhe për ndjekje ndaj qytetarëve që nuk i binden në regjimit të presidentit serb, Aleksandar Vučić. Kjo qasje agresive dhe provokuese e Serbisë është e papranueshme, ajo përbën shkelje të rëndë të kufive tanë shtetërore dhe të drejtave të qytetarëve tanë, ka thënë Zvecla përmes një postimi në Facebook, dhe i ka bërë thirrje faktorit ndërkombëtar të reagojnë ndaj Serbisë dhe që këto veprime armiqësore të mos përsëriten. Çfarë tha tjetër policia? Policia e Kosovës tha se viktima identifikuar me iniciale MV, sipas dëshmitarëve është dërguar me një autoambulancë në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Policia tha se ka intervistuar dëshmitarët okular dhe përmes tyre ka siguruar informacione se personat të maskuar kishin hyrë në territorin e Kosovës, duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën, të cilët pastaj e kishin dërguar në territorin e Serbisë. Lidhur me këtë rast, Radio Europa e Lirë ka dërguar pyetje në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes të Serbisë, por deri më tani nga këto institucione nuk janë përgjigjur. Përgjigje nuk ka kthyer as nga qendra klinike universitare në Nish. Informacionet e para lidhur me plagosjen dhe rrëmbimin e dyshuar, i pari i bërë publik avokati Ivan Ninić në Serbia i shkroi në X se Milan Vukashinović ishte plagosur rënd gjatë shtënave në fshatin Jellakc, afër Leposavicit, dhe se mjekët në qendrën klinike universitare në Nish po tentojnë që t'i shpëtojnë jetën. Leposavici gjendet në brezin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR është reaguesi i tretë i sigurisë në vend pas policisë dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX.